street food në Kinë është një nga atraksionet më të mëdha. Kudo që të ecni, do gjeni ushqime në rrugë, edhe pse kjo nuk është rruga tipike, nga çdo anë ka gatime. Shumë veta thonë që gatimet e Kinës nuk janë shumë të sigurt, ato të street foodit për arsye të pastërtisë, por nga do që të shkoni, ushqimi duket fantastik. Kjo është pjesa e ushqimit të detit, këto janë frutat të sheqerosura, kjo është pjesa e gjërave më tradicionale që kanë, këto janë dumpling në të gjitha format, pastaj vim tek frutat. Kudo që të rrotullohesh dhe nga do që të shosh, ushqimi është një prioritet në Kinë. Shivi këto tani, këto nuk e di çfarë janë. Kinezët hanë lloj-lloj gjërash, po këto nuk e di. Ja dhe supa, ja dhe si po përgatiten dumpling brenda. Eksperienca e ushqimit në rrugë është kryevepër. Mund të ulesh në një nga stolat ose mund të rrish këtu duke u ushqyer në kushtet më të mira të mundshme. Shihni edhe këtu edhe veza. What is this? Peach. Oh, thot, që nga dardh, imagjino se çfarë ushqimi kanë. Është fantastik edhe në rrugët e ngushta të qyteteve kineze, Shanghai, Pekin apo kudo që të jetë, ushqimi është një prioritet. Shihni sa e bukur është dhe kjo zona këtu.